me operacione ndërkombëtare. Po, a ka pas reagim të institucioneve ose përgjigje për këtë stërvitje ushtarake, nëse kanë pas këso synimesh ose e kanë demantu çështjen e provokimit? Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes thonë se këto kanë qenë stërvitje të rregullta, por këto nuk ishin të paralajmëruara siç paralajmërohen her pas here. Ne e dim se shteti i Serbisë tani më ka një jo transparencë tek media dhe opinioni publik se përket stërvitjeve ushtarake me thekë veçantë ato që bëhen në kufi me Kosovën, por vlen të theksohet se këto stërvitje janë ndërlidhur sot edhe në mediat e Serbisë dhe në taborin opozitar, sepse presidenti Vučić që pak ditë më parë ka përdorur një retorikë të ashpër, duke thënë se shteti që përfaqëson ai Serbia po përgatitet për një sulm të mundshëm nga bashkëpunimi nga trinomi Kroaci, Kosovë dhe Shqipëri. Kjo retorik mendojmë se ka shoqëruar edhe aktivitetet ushtarake, retorika e presidentit Vučić, ndërsa komunat me shumicë shqiptare, Preshevo, Bujanovce dhe Medveç, po mbesin edhe më tutje si zona sensitive, për shkak se këto komunat, të tri komunat, e dim gjeografikisht, kufizohen dhe janë në afërsi me shtetin e Kosovës, por nëse analizojmë në retrospektivë dhe nëse bëjmë një analizë, normalisht që bartën e pasojën e konfliktit armatosur që ka patur para 2 dekadave në Luginë Preshevës. Stërvitjet ushtarake në këtë rajon, në komunën e Bujanovcit, mendojmë se nuk kanë vetëm domethënie ushtarake, por kanë edhe domethënie e tyre politike dhe në këtë mënyrë Serbia po përçon mesazhe. Nëse analizojmë përçon 2 mesazhe në aspektin e brendshëm, Serbia edhe një herë demonstron forcë dhe tregon kontrollin që e bën në jug të Serbisë, ku përfshihen 3 komunat me shqiptar, Preshevo, Bujanovce dhe Medveç, ndërsa përçon mesazhe edhe jashtë Serbisë, duke trumbetuar se ajo më tutje në politikën e saj po bën një balancim me NATO-n dhe një balancim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me